Ne jemi në epokën e mendimit 6 sekondësh të TikTokut, ku njerëzit, domethënë, vëmendja punon vetëm 6 sekonda, jo më me 40 si ka qenë më parë. Pra, 12 e ka miu, 6 është bërë njeriu sot. Du të them, sot, një femër nuk ka nevojë fare, boll të ngrej fundin pak edhe të kthehet pak kështu. Mos e vulgarizim. Merr vëmendje, jo, s'është vulgarizim kjo. Merr vëmendje, po tani ti e ke këtë televizion. Vëmendja mor zotri, nuk ka rëndësi te femra shqiptare se vëmendja doli kur perëndimi nxori minifundin. Nxori minifundin ata, çfarë? Po evoluimi ishte kjo. Dala 1 minutë. Ka hyrë në qytetërima ja. Ja nxori minifundin, mori fund, ka marr fund. Minifundi ka qenë që në vitet që në vitet 60. 60-70. Minifundi kanë pas burrat më parë minifundi. Po lera ato janë ato, nuk kanë minifund ato, ajo është kostumi ynë popullor. Është minifund, është deri këtu. Ja. Mo nuk kam blerë. Ajo tantel si e thonë. Është dile me fundun. Po, Robert Alia ka dalë një periudhë me fund në rrugët e Tiranës. Dhe pse i thoshin, nuk është ajo e lebërve. Si metroseksual. Nuk e di çfarë është metroseksual. Nuk është ajo e lebërve. Ajo fustanella, ja. Bra. Por koncepti i fundit është. Ajo quhet fustanella. Shiko, fustanella sepse ka maksimumin e vet 520 palë, domethënë si mas rangu shoqëror e bla bla. Ky është kontemporan. Por ama koncepti i fundit është koncepti i fundit. S'mund të shkë kpuca. Po ta kish me maj nuk është më kpucë, është kpucë është me maj. Nuk ka më fundi ka kohë që ka dalë. Po. Minifundi ishte i viteve 70. Lera tani çfarë? Jo, shiko. Edhe bën 1 minutë lutem, dhe bëri revolucion.